Sot në Gjirokastër 8 marsi festohet me dhurata dhe surpriza për gratë. Disa nga të vegjlit nuk kanë humbur rastin për të dhuruar lule edhe për të përçuar urimet e tyre më të sinqerta. Këtë lule e kam për mamin. Sot unë dua t'i uroj të gëzuar 8 marsin. Dyqanet e luleve janë tashmë plot me ngjyra dhe aromë. Administratori i një prej tyre thotë se kërkesa për dhurata simbolike ndihet ndjeshëm këtë ditë. Po të shikosh këtu në dyqanin ton, ka larmi të ndryshme lulesh, duke filluar nga buqetat me trëndafila, nga buqetat me tulipan, nga orkidet që i bëjnë dhurata për nënat e tyre, nga kompozimet si që shikoni me lule të ndryshme, ka shumë llojshmëri qoftë edhe vazo. Edhe njerëzit preferojnë buqetat, ose një trëndafil të kuq për nënat, për motrat e tyre, për gratë e tyre, është diçka edhe simbolike që transmeton dashurinë të nënat, të gratë edhe të motrat. Përveç luleve, në këtë ditë bëhen edhe dhurata më të qëndrueshme, si bizhuteri dhe punime artizanale në argjendari. Porosit më të mëdha nuk kanë filluar vetëm sot, por kanë disa ditë që kanë filluar. Ne bëjmë porosi në më të veçanta me shprehje nën t'i gjithçka e të tjera. Janë më të shitura unazat, varset buzilike, sidomos varset me personalizim, të cilat simbolizojnë fjalën nën. Sot si një ditë e veçantë, ne urojmë të gjitha nënave, grave, vajzave shqiptare gëzuar festën e 8 marsit. Në këtë 8 mars, çdo tuf lulesh, çdo bizhuteri e punuar me dorë dhe çdo vëmendje e vogël bëhet një mesazh i thjeshtë, por i fuqishëm për gratë, vajzat dhe nonat.